u rehatova me një kënaqësi personale, që ja them live, sa emocion kam unë, që ti je një grua e tillë, që je një individ, se për mua s'ka gra dhe burra, ka individ të suksesshëm në cilën do fush dhe pavarësisht gjinisë. Ti je një individ i tillë, që e more një logo të madhe kur ra, e bëre më të madhe se sa kur ishte, dhe tani ti e ke kthyer këtë jo më në një enterprise, jo në një sipërmarrje, por e ke kthyer këtë në një port trajnimesh dhe dije. Kjo është gjëja që unë dua për Shqipërinë. Kur biznesi kupton që është avangard me vizionin për të kap trajnimin e kohës, për të kap dijen e kohës dhe pastaj shkon në më të lartin kuot, sepse unë besoj dhe zgjata këtë, po e kam thjesht si çështje entuziazmi, që jemi në Frontera Academy, e zgjata këtë sepse ky është gjithë thelbi i asaj që thonë, dhe pastaj parat vinë. Parat vinë. Nëse ti ke atë produktin e mirë, në rast se ti ke vizionin e qartë, në rast se ti di që ke mision në këtë punë, parat vinë vetë, mos i numëro, dhe as të duen sepse kthehen vetëm në investime dhe vetëm ato shijohen. Unë me të drejtën dhe dua ta ndaj këtë me ty për rehatin dhe komoditetin që unë kam gjithmonë kur jam afër teje. Nuk kam qenë asnjëherë e tërhequr nga paraja dhe nuk kam bërë këtë biznes për para, por kam qenë vizionare për të kuptuar dhe intuit çfarë i mungon tregut. Dhe nga nevoja e të pasurit qendra vetë, ose distributor vetë, kuptoja që mungon të stafi, mungon të dije. Dhe mendoj që niveli më i lartë që duhet investojmë ne është dije. Patjetër për sektorin, sepse mungon në vite dhe ne kemi vetëm 4-5 vitet e fundit që operojmë në sektor. Më përpara as nuk ka ekzistuar, për bota ka 40-50 vite. Ne jemi shumë vonë për këtë pjesë. Por kjo nuk na pengon ne që të fillojmë të bëjmë një start. Ti më habit mua me këtë. Edhe si thua kemi vetëm kaq pak vite, ti s'ke kaq pak vite, po gjithsesi, je kaq e përgjegjshme që thuash që kemi pak. Jo, ti ke shumë. Jo, jam e përgjegjshme për të kuptuar dhe kush duhet të marrë çfarë dhe kam menduar si një shtëpi të madhe për distributorët, për qendrat, për klinikat e tjera, edhe për pacientët. Ka pacientë që të marrin shërbime falas. Dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme dhe më kënaq dhe unë e bëj në mënyrë të vazhdueshme këtë lloj sipërmarrje. Janë modelet që duhen, po dhe distributorët që kanë nevojë për të pasur një klinik të tyre, nuk e kanë. Unë e kam një Frontera ku bëj demo, në mënyrë të vazhdueshme bëj trajnime me lektorë të huaj, kurse këtë shumë distributorë nuk e kanë. Do thuash pak skeptike që ti jep një mundësi një distributori të bëj atë që të bën ti. Pse jo? Sepse unë ashtu kuptoj sa e aftë jam. Dhe sa do deportoj në treg, nëse dhe konkurenti do ketë të njëjtat kushte si mua, mbase të ofruara nga mua, por është një shtëpi të gjithëve. Ti kupton një gjë, që e vetmja mënyrë për të rritur është që ti të kesh konkurrencë dhe pastaj ti e di tregun ndërkombëtar se e ke njohur e para, është shumë mirë që kjo po njihet dhe në rast se njihet ti e ke vetëm në benefit. Absolutisht. Është themeli. Dhe për kush është cilësor kështu është, më njeh cilësinë se sasinë. Edhe për lektorët e huaj, edhe për ndërkombëtarët që ne paraqitemi në mënyrë të vazhdueshme, duhet të jetë patjetër dije dhe ata pyesin për këtë pjesë. Dorin, dua të di sa janë java, koha, fundjava, si është e konceptuar akademia? Akademia ka 3 module të mëdha. Pikë së pari mjekësinë estetike, që ne po marrim një patent italiane. Shkollën e parë estetike në Rom, për ta sjellë në Shqipëri. Mjekësi estetike është 4 vjeçare, këta e bëjnë në formate të ndryshme, që do jetë fundjavave ose në 4 javë të përbashkëta, vendosin në bazë të moduleve studentëve dhe bëhet i gjithë 4 vjeçari për mjekësinë estetike që mungon totalisht në gjithë Ballkanin. Pra, nuk ka një specializim për mjekësinë estetike. Këtu tek ne, çdo mjek bën specializim të tillë, amator, nuk kemi një specializim, nuk ka një gjë zyrtare. Studentët vinë nga fusha e mjekësisë apo? Bota ka vetëm mjekësi dhe stomatologji që lejohen aktualisht. Nëse do ketë edhe klaset e tjera që do futen pjesë, unë këtë nuk e di në ligjin shqiptar, sepse nuk ka një ligj aktualisht. Në botë është vetëm mjekësia dhe stomatologjia që bëhen pjesë e këtij specializimi. Dhe ju po shkoni me këtë formullë. Me këtë formullë. Vetëm mjekësi dhe stomatologji që janë të sigurt dhe është titulli i tyre dhe ata vetë nuk të lejojnë që ti të regjistrosh student të tjerë që i përkasin fushave të ndryshme. Dhe ky studenti që do të vi,
në mjekësinë estetike do marr një certifikim me një specializim patent 4 vjeçar, si çdo specializim tjetër, siç është për gastro, për neurologji, për ginekologji, siç janë gjithë specializimet e tjera. Por është certifikuar me një diplomë që ka të drejtën dhe i njihet edhe në pjesën europiane, ka të drejtën të operojë në tregun shqiptar si çdo i huaj tjetër që ka specializim. Sepse aktualisht kjo gjë E dyta? E dyta është një shkollë 2 vjeçare për estetistët e thjeshtë. Estetistët sot nuk kanë një shkollë, kanë kurse të ndryshme. Shqipëria sot ka disa institucione që ofrojnë kurse të ndryshme për sektorin, 9 mujore, 1 vjeçare në varësi, por nuk ka një shkollë 2 vjeçare që të ketë brenda disa gjëra. Edhe anatomin, të ketë, sepse estetisti nuk e njeh anatomin sot. E bën në module shumë të vogla, por ne duam ta bëj pak më të zgjeruar. Edhe kozmetologjin, edhe dermatologjin. Janë nocione që futen në mjekësi, por estetisti duhet të di çfarë pjesë të fytyrës prek, çfarë solucioni prek. Janë peeling, një gjë bazike fare, që nuk lejohet në tresherekun e fytyrave apo patologjive. Nuk lejohet në Nuk lejohet në përqindjet e larta, mund të përdori vetëm përqindjet shumë të ulta. Në përqindjet e larta nuk lejohet, sepse djegja është masive. Bëje. Ne bëje, po ne nuk pyesim. Ne pyesim vetëm që është një peeling, por ne nuk themi çfarë peeling është. Dhe sa përqind është, dhe sa llojesh janë. Dhe ç'lloj e ke ti këtë lëkurë në raport me këtë peeling. Dhe çfarë smundshmërish ke ti të lëkurës që nuk të lejohet përdorimi. Dhe këto gjëra, ne duhet i kemi një herë për gjithmonë të dim në tregun shqiptar, nuk duhet ketë më nga këto. Ne sot themi, po ja se e përdor edhe ajo zonja atë, ose ja se e përdor dhe ose ajo qendra që unë shkoj, ka këtë lloj certifikimi. Ne nuk e kemi parë këto, askush nuk ka parë asgjë. Le të kemi mundësinë sot që të shikojmë të gjithë certifikimet e të gjithëve dhe të dim, në çdo klinikë që ne shkojmë, ka profesionist dhe nuk të ketë më trauma, as për konsumatorin. Dhe kjo është një lloj standardi, që unë e vuaj çdo ditë, qoftë në shitje. E vuaj më. E vuajmë, po. Sepse jetojmë në këtë botë, në të cilën gjithë duam më të mirën për të përmirësuar veten, kush ka mundësi, apo kush nuk ka mundësi, një gjë duhet ta ketë sigurt, që me pak apo me shumë nuk duhet të rrezikojmë me asgjë në shëndetin dhe në lëkurë dhe në prishjen e parametrave të vet. Kutin, i them shikoni kutin, skadencën dhe emrin. Mjafton të kesh këto 2 indikacione, ti mund të futesh në internet dhe shikon nga vjen kompania, ku prodhohet bari. Po duhet të jesh informuar për ato dorë. Patjetër. Se mund të shohësh kutin dhe si e informuar, është problem tjetër ai, kështu që duhet por në këtë mënyrë, ky vendi do shërbej edhe për edukimin e këtij produkti, sepse duke qenë në një showroom të gjitha produktet, ti ke mundësi të marrësh informacion dhe të pyes distributorin përkatës, vajzën që ri aty, të shpjegoj me detaje çfarë është. Që minimalisht informacioni është një mision shumë i madh që po bën. Informacioni është mbret. Kjo është gjë që ne duhet të kuptojmë. Dhe e treta është qendër kursesh për pjesën beauty, që është po prapë mendoj shumë e rëndësishme, sepse ne kurohemi të gjithë e duam çdo ditë të marrim këtë lloj shërbimi për pjesën e parukerisë, estetikës, edhe për masterclasse të ndryshme. Për shembull, ka mjek që e përdorin sot injeksionet në mënyrë të masive, por duan teknikat e reja. Për këta ne ofrojmë një masterclass që mund të jetë një abort, 3 ditor në varësi të teknikave të ndryshme që ofrohen, por këta mjek do kenë mundësinë dhe të përdorin kadaver lab. Ne në Shqipëri mungon, në Shqipëri, totalisht edhe në Ballkan. Ska kuadër ligjor për FOMA. Nuk ka një kuadër ligjor dhe mbase kjo do jetë dhe fillimi një kërkese për një gjë të tillë, që unë kam pasur ëndër për ta bërë një të tillë në Tiranë. Ne bëjmë rreth 6 milion banor për Ballkanin, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe Shqipëri. Pse jo të mos kemi edhe ne mundësinë për të pasur një nevojë të tillë. Të një laboratori ku punohet. Të një laboratori që punohet realisht me njeriu dhe punohet në siç e ka rregulluar bota. Ka një kontratë me familjarët, ka një. Dhe kjo ti te kukulla nuk shikon, as kur është arteria, as kur shikosh dëmtimet që bëhen brenda, as nëse ti prek një venë apo bën hematom. Ndërsa kur ti punon në kadavër ti mund të shikosh gjithçka live aty. Unë këtë e kam rregulluar me shtetin italian që të kemi mundësi. Për gjithë masterclasset që do përdoren, do kenë mundësi të bëjnë edhe një trajnim në kadaver lab. Sepse kështu është shpikur mjekësia. Është shumë e rëndësishme që ne të lidhim një fije dhe për pjesën e beauty, parukeri, make-up. Të kemi mundësi të shikojmë edhe një model tjetër, mbase nuk do na përshtatet, nuk do jetë i dur, nuk do ta marrim. Po nëse ne e kemi parë dhe nuk e kemi marrë është një zgjedhje. Nëse ne nuk e kemi parë atë akoma dhe thjesht ecim në tradicionale, kjo pastaj është një pamundësi. Kjo çështja e make-upit është një tjetër çështje, se është njësoj sikur dikush ka një ide për ty, të vendos një maskë sipër sipas idesë së make-upistit dhe ti del një njeri tjetër, ndërkohë që profesionisti me 2-3 herë prova arrin të gjej personalitetin, fizionomin, stilin tënd dhe të përshtas, le të themi, make-upin dhe artin që i bën fytyrës me make-up me personalitetin tënd. Është shumë e rëndësishme që këto gjëra të lidhen me njëra tjetrën dhe
për këtë uroj të shërbej gjithë ky institucion që unë kam marrë përsipër. Unë thash në për ecjen tonë që do ta ndjekim tani me disa elemente. Kjo është absolutisht një godinë jashtëzakonisht prestigjioze për të pasur trajnime të tilla. Domethënë, është e nivelit universitar. Ne do shikojmë disa momente që i bëm bashkë si guid për të frymëzuar për këtë, por që vlen të japim tani me element të vegjël për të kuptuar çfarë bën Frontera Academy. Por unë di një gjë, që kush e nis duke e njohur nga themelet një gjë, është vetëm sukses. Dhe ndërsa ta uroj, e di që do ta kesh. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi shumë e lumtur që ndaj hapjen e këtij institucioni. Unë jam shumë e nderuar për gjithçka që na bën bashkë këtu, nga personaliteti, nga lufta, nga betejë, nga mosdorëzimi që ti i ke dhe ne s'kemi pirë dot një kafe bashkë, por ama e kemi ndarë këtë kimi dhe kjo është më e bukur se sa çdo njëra që mund të ketë nisur ndryshe. Tani me hapjen e restorantit që do ketë shkolla, mbase do të ftojmë për një drek ose një darkë. Patjetër. Jam duke diskutuar kaq shumë për këto mencat studentore gjithandej dhe në fakt e gjej tek ata që kanë vizion si restoranti do jetë akademi ushqimi. Do jetë për staff retreatment, do jetë akademi ushqimi për të prodhuar mbase edhe staff për restorantet apo për hotelerin, por do jetë edhe për në funksion të shkollës për eventet të ndryshme që do ketë shkolla. Por dhe ajo në vetën e vetë është akademi. Jam shumë entuziaste që e ke marrë përsipër të bësh një projekt me këtë vizion në këtë vend. Si është në mëngjes, edhe vetëm unë mund të zgjoj me ëndrrën që një ditë do arri të bëj, dhe unë e kam gjetur këtë godinën në Instagrami. Okej. Nuk janë rasti. Mirë, ndjekim se çfarë do të mund të shikoni në element vegjël janë vetëm një e sata pjesë e asaj që bëhet në këtë akademi të re, të cilës nuk kam nevojë më të bëj asnjë koment. Ndiqeni. Do me thënë është një investim që ti thua është big gjë. Pra, nisi me iden që trajnime, akademi, e tjerë, Dorin tani ti thua, kemi marrë një godinë që për mua, kjo mund të ishte lehtësisht një universitet i vogël privat, se unë e njoh fushën. Ky ka qenë një universitet privat më herët, por koncepti ishte që të bëjmë një gjë të madhe, që mos të kthehemi më pas. Dhe të jetë niveleve të larta dhe për ndërkombëtarët, duke qenë se ne punojmë ndërkombëtar dhe standardizimet e ata shumë e rëndësishme. Patjetër, duke pasur domat praktike, pjesën teorike, sallën e konferencave. Kjo është domë praktike, më bërë shumë Kjo është përshtypje. domë praktike për pjesën e injeksioneve. Çdo shtrat do ketë një tutor që do jetë një mjek praktikisht për pjesën e injeksioneve, sepse ligjërisht kështu duhet, një modele dhe një leduolli i madh për të gjithë studentët që do duhet të ndjekin të gjithë trajnimin. Leduolli do jetë jashtë sallës. Jashtë sallës dhe brenda sallës. Dhe brenda sallës. Sepse ka student që do merr, çdo tutor ka një student dhe një modele të vendosur në shtrat dhe mund ta shikoj live për të bërë injeksionin. Patjetër, dhe pjesa e jashtë për të gjithë studentët e tjerë do ndiqet dhe ky rotacion bëhet në mënyrë të vazhdueshme. Praktikisht lejohet vetëm një tutor dhe një student dhe pastaj bëhet rotacion për studentët e tjerë. Ata vinë nga jashtë, futen brenda në sallën e trajnimit të praktikës, bashkë me modelen e tyre, sepse të gjithë marrin një modele dhe e trajtojnë falas. Dhe një nga gjërat shumë të bukura që do ketë shkolla, do ketë trajtime pafund falas, sepse duhen shumë modele. Sepse i shërben leksionet. I shërben leksionet. Dhe të gjithë trajnimin e injeksionin gjithçka e marrin falas. Sa keni, le të themi, studio të tilla trajnimi, se kjo nuk quhet dhomë. Janë 11 dhoma praktike. Janë 19 klasa teorike, auditor. Dhe sa klasa teorike? 19 klasa teorike. Një sallë konferencash për 200 veta, një restorant shumë i madh, një bibliotek brenda ambienteve tona, patjetër. Pak bashk, patjetër. Ndërkohë që unë e di që përpara se ta realizonim këtë, pa diskutim që stafet tona kanë punuar për të parë të gjitha ambientet. Kjo është një godinë e njohur, është një lokacion e njohur, do mi thuash ti të gjitha siç duhet i thuash dhe siç do ti që të njihen, sepse kjo është pjesë e profesionit. Patjetër. Po vjojmë për të parë pak a shumë ambientet. Në modulet tona do jenë edhe kurset, dhe në rastin konkret pjesa beauty, pjesa e bukurisë,
që përfshin make-upet, pjesën e parukerisë dhe pjesën e thonjve. Ne duhet të prodhojmë student dhe duhet të prodhojmë profesionist, që do jenë patjetër certifikuar, por kanë mundësinë të gjithë të bëjnë edhe show në Dolce Gabbana, në trajnimet e tyre, pasarelat jashtë. Do të thotë çdo kursant ka në blerjen e tyre do ketë edhe një trajnim në Itali. Ose do marri pjesë në një sfilat famshme në tregun e Milanos. Ai që përzgjidhni ju si ndër më të mirë. Çdo student. Edhe çdo student. Mjafton që do blej kurse tek neve për pjesën e parukerisë dhe make-upit, brenda paketës do ketë edhe një sfilat. Është e vërtetë që kjo është industria më e madhe sot në botë? Është shumë e vërtetë dhe mendoj që është industria më e bukur. E të bukurës. Kam lënë profesionin për këtë. E të bukurës është dhe ajo që shikoj unë, ti thua kam lënë profesionin, ajo që shikoj unë është që janë pafund ata të rinj të cilët mbarojnë një diplom të mirë, të tregut, dhe thonë duam të bëjmë këtë gjën sepse kuptojnë që ka shumë treg. Shoh shumë farmacist, shumë stomatolog, infermier, që nuk duan më të bëjnë ato turnet e treta, ato patjetër dikush duhet i bëj dhe unë jam shumë e lumtur që ata vazhdojnë të bëjnë profesionin e tyre. Por ky sektor ka përfshirë për faktin që ne jemi sot duke vajt rreth 600 qendra, pakte vetëm për Shqipërinë. 600 qendra në Shqipëri. Dhe hapen çdo ditë. Ne kemi klientë që na marrin telefon çdo ditë që hapen qendra të reja. Po me të njëjtin intensitet po ecën edhe Maqedonia, Kosova dhe Malizi. Edhe pse Malizi është vetëm 400.000 banor, ecën me një ritëm shumë të madh duke hapur qendra çdo ditë. Tani ndonë se këtë unë mund ta bëj pyetje më të qetë, po meqense se jemi këtu. Pra, ti je sot një logo që ke disa dimensione në mënyrën se si e shtrirë në tregun shqiptar edhe të Shqipërisë edhe vendeve tjera ku ka hapësirë shqiptare dhe të ka ndihmuar shumë fakti që ti si distributor i madh që të njohin. Nga kjo, besoj unë, po kjo është krejtësisht si besoj unë. Këtu pam problematikat, sepse duke bërë disa profile, duke bërë edhe qendër, duke bërë edhe distributor, pam që problematika më e madhe ishte stafi. E para, nuk ka ligje, e dyta, nuk ka staf, nuk ka certifikime, mund të bëjnë të gjithë gjithçka. Ne, Ballkani është i vetmi pozicion që shitet edhe në parukeri, shitet edhe në një infermieri, shitet edhe në një klinik mjekësore, që nuk ka mjek, dhe shitet vetëm një investitor. Mjaftoj që të hapi një klinikë estetike dhe mund të marrë çdo gjë. Ndërsa bota jo, nuk ta lejon këtë. Dhe ne jemi dënuar vazhdimisht, sepse kemi shitur në vendet jo të duhura. Por ne nuk kemi një ligj sot në Shqipëri dhe kjo mbase do shërbej edhe për këtë, për të bërë këto nivele. Kjo është një... Këtu janë 11 poste për parukerinë. Ne kemi marrë disa paruker shumë të famshëm nga Dolce Gabbana dhe Fendi Group, dhe ata do trajnojnë stafet shqiptare ose parukerët shqiptare, kanë ose jo një qendër parukerie në Shqipëri, por do trajnojnë për të shkuar në nivele të ndryshme. Teknikat, kjo bota ecën shumë shpejt. Çdo 3 muaj, çdo 6 muaj, janë teknika të ndryshme. Për shembull, një nga gjërat shumë të rëndësishme ishte fije, se si bënin këta fije. Totalisht ndryshe nga modeli që ne kemi mësuar me letrën e aluminit, me gjërat tradicionale. Jo, me një qese plastike, 20 minuta. Nuk rinim ato 2 orët e gjata që bënin fijet edhe meshën apo... Jo, tani janë gjëra shumë praktike. Dhe dëmtojnë më pak? Dëmtojnë zero. Dhe ata këtë kishin në mënyrë të vazhdueshme, do të thënë që të dëmtojmë sa më pak, të sjellëm risi, të bëjmë gjëra të bukura, dhe patjetër shkojmë drejt modeleve. Ku janë se u çmendëm? Kjo është e rëndësishme. Ku janë se u çmendëm me këtë çështjen e dëmtimit të flokëve, sipas ne që jam për distributorët e produkteve që ne duam të sjellim. Okej, një gjë është produkti, por një gjë tjetër është teknika. Ne duhet të mësojmë studentëve teknikën. Pastaj çfarëdo lloj produkti që ata përdorin, përzjedhja e tyre. Sepse po hapim shumë se këtu ka pafund për diskutuar. Domethënë protokolli se si ti përdor produktin, edhe tek kremi i fytyrës, nga pastruesit e toniku, 3 procese të vogla janë jetike, se përndryshe nuk vlen produktet e mira nëse ti nuk i përdor në radhën e duhur. Baza, duke prodhuar një standard si përdoret çfarë. Që këtu nuk dihet. Ne akoma kemi blihet një gjë e shtrenjtë, ta zëm, sepse është e shtrenjtë. Jo sepse mua ka shumë gjëra që nuk na bëjnë punë. Edhe pse mund të jenë shumë të shtrenjta, nuk janë për lëkurën tonë. Nuk duhet i përdorim. Por ka dikush që duhet thotë jo, nuk përdoret. Nuk mund të bëhet. Dhe dikush duhet të mësojë se çfarë bën ty. Keratina. Jo të gjithë do i bën punë. E vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk duhet ta bëjnë. Dhe ai dikush do të thotë, jo, unë nuk e bëj. Qartë. Dhe ty nuk të bën. Dhe ty nuk të bën. Se ky është diskutimi, prandaj s'ta bëj. Dhe logjika është që ne në këtë tregun ton, le të themi amator, e kemi psuar që të mësojmë. Ky është problemi. Gjithmonë mësojmë duke pësuar, sepse e para nuk kemi pasur një model për ta ndjekur. E dyta, edhe dëshira jonë sikur nuk është shumë e madhe për ta marrë këtë dëshirë për dije.
Dhe këtu duhet pak të forcojmë dhe të pushim për të shtyrë për këtë gjë. Pyetja është, kur ti thua emrat 11, Dolce Gabbana, Fendi, ata që arrin dhe i intereson tregu shqiptar, janë shumë të shtrenjtë, është stili tyre që me module shkojnë trajnojnë në gjithë botën dhe mjafton që të bëjnë këtë gjën dhe janë të, le të themi janë të përballueshëm nga pikpamja e financave? Falë shtetit shqiptar, Shqipëria tani është bërë shumë e kërkuar, edhe interesi është rritur shumë, edhe Tirana është bërë një vend shumë i kërkuar. Ashtu. Dhe kjo ka rritur shumë vëmendjen e tyre. Nuk janë të shtrenjtë, për thënë vërtetën, domethënë duke marrë krahasimisht me çmimet shqiptare, nuk janë të shtrenjtë, por ata trajnojnë gjithë botën. Domethënë janë në Abu Dhabi, janë në vendet e Europës, janë në Londër, shkojnë në vende të ndryshme dhe ato janë mësuar me rrugtimet. Qartë. Nuk e kanë fare problem, dhe Tirana është thjesht një location që nuk e kanë parë. Ka rritë kureshtin e tyre që të vinë edhe këtu, ne aftojnë në mënyrë të vazhdueshme në spilatet e tyre në Milano për të parë ata kanë prodhuar dhe studentët tyre, domethënë janë 18 vetë që janë të rritur, janë senior dhe janë dhe këto junior. Dhe këta sillen në mënyrë të vazhdueshme. Kapsula, trajnimesh, të cilat ato i çojnë në gjithë botën, si pasojë një pakete. Është sallë workshop. Kjo është një sallë e vogël workshop që është bërë kryesisht për distributorët. Distributorët mund të kenë për grupet e vogla zakonisht që vinë dhe prezantojnë produktin e tyre. Ka LED-wallin e vet, ka po themi 20 veta kryesisht, sepse ne nuk duam që të bëhen grupe shumë të mëdha sepse dhe nuk kuptohen. Kjo se ka dhe auditorë më të mëdhenj që do kemi mundësi, por janë workshope që ne bëjmë të vogla për prezantimin e produkteve të reja apo të pajisjeve të reja. Që në rastin konkret ne kemi një tani të zhvilluar. Kemi një lektor të huaj që ka ardhur nga kompania për të prezantuar produktin. Dhe që s'deshet ma tregosh, dhe që të them jep këto momentet spontane reale. Dhe kemi të ftuar shumë qendra. Nuk do i bezdisim, thjesht do hymë një çast pa i ndërhyrë. Është një produkt që quhet Vivace dhe aktualisht po bëhet prezantimi i kësaj pajisje për qendrat e tjera që e kanë ose duan ta blejnë. Dhe bëjmë dhe modelet vajza që janë modele për të parë trajnimet e tyre. S'po i bezdisi më shumë, mbarësi, suksesa. Këtu do vendosim një podcast. Vërtet. Të ftojmë edhe ne ty. Dhe do vinë shumë qef. Sepse ne donim që shkolla të hape me ty, për të gjithë nderin që unë kam pasur. Do kisha ardhur për qef nëse do të kisha pas mundësi. E bukur kjo shumë. Kjo është pjesa e parukerisë. Nuk ka vetëm karike që ne nuk arritëm dot në kohë që ti bënim, por për pjesën e make-upit. Përsëri make-upi, po. Është fantastike, do ndryshon. Dhe make-upi ka gjëra shumë të rëndësishme. Fizionomia, forma, modeli, preparati, tekstura. E di. Kjo është dhe salla e konferencave, që do ta japim me qira edhe ditore për shumë kompani dhe jashtë sektorit, që mund ta përdorin. Është bërë me ngjyra shumë të qeta, e thjeshtë, që mos t'jetë me angazhime më shumë se ç'duhet, por të jetë e kënaqshme. Sa kohë ka marrë gjithë? Unë kam filluar në gusht dhe kam mbaruar tani. Bravo. Sot jeni ju e ftuar e parë e këtij auditori të madh. E kënaqur dhe nderuar që hy me këmbën e mirë. Se po e thashë majtë djatë, kemi problem.